Hajde. Ajo I gjata reteri në këmbë. Ndërkohë që vllai I madh po përgatit këngën Barbie Girl për t'ju parë të gjitha me në sfilat. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Si quheni dhe nga vini? Unë jam Bianca nga Lituania. Bianca, ju keni të dashur? Disa. Kush është më interesanti nga gjithë dashurit e tu? Një futbolist. Kur është hera fundi që keni bërë seks në jetën tuaj? Para 2 orësh. Me kë? Me futbolistin. Vetëm e një? Po ai kishte ndeshje pastaj. Edhe mora ekipin zëvendësues. A mora ekipin zëvendësues? Po. Çfarë do të thotë dashuri për ty? Dashuri do të thotë për mua që ai që s'ka mundësi sot, duhet sjellë dikë direkt ta zëvendësoj. Një duar trokite për Biancën. Se do votoni misë. Përshëndetje, juve nga vini, si quheni? Përshëndetje, unë jam Altagracia, jam bulgare. Ju jeni e martuar, keni fëmijë, jeni gjyshe. Jam e divorcuar 7 herë, 10 fëmijë kam, 7 herë është divorcuar me të një. gjyshe akoma. Kur ka qenë hera fundi që keni bërë dashurinë jetën tuaj? Ta se parë bënd. Do pyesim me një mangat. Pyesim, okej. Përshëndetje, ju si quheni nga vini? Ç'të thash të thuash, jarove, hajde. Nga Puerto Rico. Nga Porto Rica, po kemi një vajzë portorikane këtu. Një vajzë portorikane. Kam dul kjo Puerto Rico, mo. Qeto fol Puerto Rico. Ju jeni martuar, jeni e ndarë, keni të dashur. E divorcuar, por nuk janë oli kur. Nuk janë dalë çfarë? Nuk janë Seksi. Seksi? Pëlqen shumë seksi. Ju pëlqen seksi shumë? Po, ju, kur bëni dashuri, për çfarë mendoni më shumë? Për personin që jem të bo aktualisht me ta. Atëra, mund të më thoni, ju lutem, nga këto vajza, nëse do zgjidhje dikë për ta puthur, këtë do puthja? Laertin. Do të kemi një puthje live mes 2 vajzave, Laerti me vajzën nga Porto Rica. Ja, puthuni ju lutem. Eja. Mos u të ri. Është e turpshme se është e vogël. Përshëndetje. Është e vogël dhe e turpshme. Një puthje spektakolare kjo, përshëndetje. Ja mund t'uleni ju që jeni nga Porto Rico këtu. Përshëndetje nga jeni dhe mund të di pak emrin tuaj. Landa nga Braka. Ja edhe Landa nga Braka. Landa, ju keni të dashur? Kam disa të dashur, por nuk mund t'ja them emrin se do zgjen me njëri tjetrin. Ashtu, Landa, po ju kë preferoni më shumë nga gjithë të dashurit tuaj që keni? Atë që do vi më pas. Çfarë do të thotë dashuri dhe seks për ju? Ai që do I vi nga pas. Gjithçka. Përshëndetje. Si quheni dhe nga vini? Jam Petrina Pekorçe. Petrina nga Korça. Petrina, ju çfarë do të thotë dashuri me kitara për ju? Me dashuri me kitara, nuk e di se ju këput teli ati timit. Sa të dashur keni patur deri në këtë moshë, Petrina? Më ka humbur numrimi. Po? Dhe I fundit që më la 7 zënë, si që shifni se jam në një pritje të ëmbël, më la, tani jam e vetme. Jam dhe pak e rënduar nga epiduralja e fundit. E mbani mend me kë keni fëmijën e fundit që prisni të vinë në jetë? Sigurisht që po të duke me përdalun ty. Jo, absolutisht. Desha thjesht të dini emrin nëse na ndjek në këto momente ta përshëndesim. Nuk e them dot. Nuk e thoni dot. Landi të dua. Përshëndetje, ja të kemi një vajzë shumë të bukur këtu. Si quheni dhe nga vini, ju lutem? Lukrecia. Lukrecia. Dhe më thrasin Krecia. Krecia, kemi Lukrecien që thrasin Krecia. Lukrecia, çfarë do të thotë për ju pasion? Jam pak e turpshme. Një duar trokitje për Lukrecën si është e turpshme, thotë, është e turpshme. Për të ishur emocione. Lukrecia, ju sa të dashur keni patur në karrierën tuaj? Nuk më bëjmë mend shumë. 2 të dashur tamam. Tamam, po këta që janë... Atëre, Lukrecia ka pasur 2 të dashur tamam. Lukrecia, nëse do të puthesh dikë këtu, kë do të puthje? Protestoj. O nga gocat? Nga gocat që janë këtu, po. Jetë e çunat, ë? Është e çunat. O, përshëndetje. Përshëndetje. Nuk I doni me sukses operacioni, si që shifni.
Operacioni dështoj Atëherë, kirurgu si quheni dhe nga vini? vdiq në përpjekje. Shi qetësi. Une jam gjysja për i malëcis madhe. Gjysja ka sjellë Femnat flying, bisha se vetë vinë prej nga avion. I vetmi vend që nxjerr femna bisha 2 metra. Shala sa jetin kam. Gjyste, cili është hobi juaj? Qetësi ju lutem pak vajza. Cili është hobi juaj? Hobi em është muzika Po? dhe mikrofoni. Keni patur të dashur kohët e fundit? Kohët e fundit prej disa vitesh. Ngrini pak zërin? Jam e martuar prej disa vitesh. Jeni e martuar. Po. Keni fëmi? Kam 2 fëmijë. Si quhen fëmit? Kristi dhe Claudio. Ju e njini Teftën dhe Yliberin? I kam dëgjuar, po... Lara qëtë e para dhe Valo i dyti. Tefta, e shoh Teftën këtu, pjesëmarrëse. Ju, vajza ju jeni të gjitha shumë të bukura. Jo të gjitha. Jo të gjitha shumë të bukura. Derisa Julia. Jo të gjitha shumë të bukura. Ik maj, të ja kesin ballë mërë me po që ka në këtë shgaravina mërë para me jetë. Maj ti, maj, falë maj motër, a kesin ballë maj motër, si më ka sën mund me këta shgaravina Jo, maj. do vendosin vajzat se si do t'indajnë shmimet. Atëherë. Jo, maj motër, jo.